e peja është e njohur për 3 gjana, ari pasër, ujë mirë, edhe i ka femrat më të bukura në Kosovë, kështu gjithmonë peja është njoftë. Jemi këtu në ambientin e shtëpisë në Borrin, po shohim disa pemë, disa lule të mbjellna, na tregon se a është kjo lidhshmëria jote kështu me kopshten? Jo bashkë, s'po du me dalë diçka çka nuk jom. Ky kopsht është bo prej të ndjerës nanës Emine, vjerës time, ishë mësuesës Emine, e cila ka qenë shumë e lidhur me lulen, me pemën, me natyrën, edhe ajo i ka mbyll krejt këto, por që Ardiana, gruaja i rin gati, pa dyshim, ju rin gati edhe po, kemi fiq këtu, i cili 3-4 herë në vit, me thonë, jep frute, kemi një kivi, që është këtu mbi derë, dhe krijon një hije shumë të bukur, por nuk e kemi çiftzuar, do me thonë, e kemi ose vetëm mashkullin ose vetëm femrën. Edhe kjo për arsye se s'kemi shumë hapësirë për të mbill pema shumë. Por e kemi rrugovën shumë afër, kemi fatin, lagja e Povçit, Lumbardhi është me njerë 10 metra në aton, do me thonë, në aton rrugë, është mali, është rrugova, gjelbrimi, edhe kjo këtu disi sinqerisht të mush jetë. Unë si i ri, ju më rritë me beton, dhe kujtoj që kur kum dalë në balkon, krejt që ka kum pa ka qenë beton. Por në atë kohë kur kum qenë i ri, ajo ka qenë ajo çfarë mund ka bo të gëzuar ose të kënaqur. Por me vjetë njeriu e don gjelbrimin, e don natyrën, e don qetësinë, ajrin e pastër, e peja është e njohur për 3 gjana, ajri i pastër, ujë mirë, edhe i ka femrat më të bukura në Kosovë, kështu gjithmonë peja është njoftë. Ta shikuesit që po na ndjekun po shohin në shtëpinë e ju, po na e dim edhe të kemi pa edhe ke fituar simpatizinë dhe dashurinë e shumë personave, sa kanë qenë në një shtëpi tjetër. Eksakt. Po a na tregon se a tu dash kohë për me marrë veten ashtu nga ajo shtëpi plot me kamera, me mikrofona, e kontrolluar me gjithçka, edhe më u kthye asaj jetës reale. Tani unë me kamerë jam i familiarizuar qysh herët, por mënyra aty dallon prej gjithçka tjetër. Sigurisht. Në thonë është diçka që nuk e përshkruan dot pa qenë aty mrenda.